Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndodhet tani një proces kulmor të numërimit votave që po konkludon qartësisht se ka Kosova mbi 200.000 votues me pak, vetëvendosja mbi 100.000 votues me pak, PDK rreth 40.000 me pak, thjesht një ambient që konkludon sipas njerëzve të mirë proces zgjedhor një bojkot të madh të qytetarëve në zemrimin që disa Albani bushkon në zgjedhje dhe nuk po prodhon ky proces zgjedhor konsolidim të institucioneve e stabilitet e një Kosovë të parashikueshme. Kam ftuar sonte njëri nga ish deputet, nuk e di nëse e ka merak pse nuk garoj në këtë proces zgjedhor, nga gjithë kjo zallamahi, nga ky lëmsh politik i projektuar, i skematizuar politik qartësisht, prezantoj Ardian Kastratin, ish deputet nga Partia Demokratike. Kastrati, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Je në Marak apo jo që kësaj gare? Ja, zot Runa. Pse? Ja, s'është ambient i kontaminuar ku çdo ditë më shumë këtu partitë politike po enjojnë organizata ekonomike, domthonë që bojnë biznes planin se si me ordën pushtet me kopça të far buxheti dhe dikur i hyre me ideal. Në atë kohë me ideal. Ato vite deri më sot, çfarë mund të si e përshkruana? Degradim, ditë pas dite, minutë pas minuti, degradim komplet i skenës politike, pra dominancë e një arkitekture të vjetër politike, e vjetër jo në mosh, po e vjetër në ide, e një arkitekture politike e cila vazhdon me riprodhu vetveten me diskutime të vjetra, me ide të vjetra, me njerëz të njëjtë monoton, duke përfshirë këtu Albinës së shtëri, është po ashtu nga ana të shtata tutje politik, fatkeqësisht për këtë shoqëri pra pa energji të reja dhe pa alternativa ide të reja se si me bë këtë vend. Pra thjesht një skenë politike, një kos politike ku fajet më të mëdha ka Albin Kurti, po as të tjerë nuk janë pa faj sepse janë të shkëputur komplet nga pritshmëritë e elektoratit. Cilën gjë do ta mbajnë mend më qef nga angazhimi në politikë? Ose do ta përmendje me qef? Paralajmërimet e mia para se me hyrë në politikë, edhe gjatë politikës, se Albin Kurti është anti-shqiptari dhe anti-amerikani më i madh në këtë vend, edhe ashtu dolën. Ky është bilanci i tij. Po, absolutisht po. Do të thotë një njeri i cili ka bu pikë 5 këtë popull në kështu dimensionet morale, kur nuk urrehemi më shumë se sa në kohën e epokën e Albin Kurtit. Kushëri me kushëri, urrehen vëlla me vëlla, kur nuk ka pas polarizim, urrëtie më të madhe. Këtë energjia nuk është koncentruar në kohën e tij në projekte, në zhvillim, në autostrada, në vende të reja të punës, po është koncentruar në menaxhimin e emocioneve, ne kundër atyre, ata kundër këtyre, ne dhe ata, urrëtie maksimale. Do të thotë kjo e përforcon tezën time që është shqiptari, anti-shqiptari më i madh dhe anti-amerikani më i madh, sepse është po ashtu njeriu i cili refuzon projekte amerikane të kapacitete energjetike që ato nga Kosova Counter Global që kanë qenë me qymyr e deri të këto të refuzimit të gazit amerikan. E pastaj izolimin që ka bërë me komunikimin me Shqipëri, izolimin me shqiptarët në Shqipëri, ka tendisja në fukarallak ekonomi, dopt inflacioni më i madh sipas Eurostatit në Ballkan e pat dje ose pardje kur ishte statistika dhe në fund mirë për këtë qytetar i cili e voton Albin Kurtin dhe lejon që Deona Mihali, vajza e një greku me armë ta qeverisë në Kosovë. Pra një çik e cila në Tiranë nuk ka gjetë punë, edhe më shumë se sa një mini market aty në Kacë me punu tiketa fiskale me bë pagesa, s'ka pas mundësi me bë punë tjera dhe vjen ta qeverisë një shqiptar, një Kosovë të 2 milion shqiptarëve. Nuk ka më mirë se kjo. Unë këtu i kam paralajmëruar këtë dhe për këtu ndihem goxha mirë dhe moralisht shumë rehat sepse fatkeqësisht më kanë dalë këto analiza. A ka zgjidhje, a ka way out që thonë? Po tash është goxha vështirë me një opozitë shumë të lodhur edhe përtace. Po ta kthej kohën mbrapa se më tepër ky emision është ndoshta dhe rrethim për politikën brenda dhe rrethim për jetën publike jashtë saj, si profesor universitet. Po ta kthej kohën mbrapa. Ç'do të bëj sot për politikën? Do të merri vendim për të hyrë asaj sërish? Po ta kthej kohën mbrapa, ato vite, nëse mund ta them. Nuk do të hyja në politikë kur
Jo që se kam prit që një parlament në vitin kur kam hyrë në veç ka pas fillu 3-4 vite më herët degradimi i strukturalisht, ku do të thotë është kontaminu edhe mbizotru nga një shumicë e analfabetëve funksional, se kur japin zër mas shumë të mrin nivelin e mediokritetit, me një 5% përjashtime që ka njerëz të nivelit të lartë, ekspertizës, profesioniste, profesorë e tjera. Por do ta zhvilloj aktivitetin dhe qëndrimet e mia politike njësoj në raport me këtë regjimin e Kurtit dhe këtë opozitë të lodhur, po pa qenë brenda politikë. Ashtu edhe bëra. Po pse kam hyrë, kam sqaruar, kam hyrë për arshimin e përgatërim në atë kohë sepse unë besoj shumë në potencialin e atyre njerëzve, backgroundi i tyre është natyrisht i pakontestueshëm, vizioni i tyre për shtet po ashtu ka qenë ekselent dhe kam hyrë sepse ata ishin në një moment të vështirë kur shkuan në Hagë, për këta të tjerë se kisha lëviz kohën kur. Hiç fare. Ja, çfarë. Nuk mendon për ta edhe sot. Ja, më çfarë, jo. Thotë është çela këtu ka. Këtë më shpërfilje. Është Hashimi, është Kadriu, është Ramushi, këta të tjerë për partia aty, domethënë s'kan kufandimi, këta një pjesë e madhe tyre janë bashkëpunëtorë të Kurtit, sa herë që Kurti ka qenë në presionet mëdha atë kur hetoi gjysma e qeverisë së tij, për shembull, çifti Memlit e Abelardit shkonin u takonin me të me Mimoza Kosorin, domethënë e delegjitimonin vetveten, e legjitimonin Kurtin, e rehabilitonin publikisht Kurtin, e spostonin vëmendjen nga korrupsioni, nga këto qeverisja banditeske me 20 miliard euro dy gozhda si ka ngul njëri që 6 vite Slemoni Prek dhe rrin me një kohë po ashtu me bë koalicion me to parti. Si ndikoi politika te jeta juaj? Si ndikoi politika? Cilat ndikime i pati ajo? Të mira, të këqija? Në dimensionin personal, ndikon. Unë nuk jam njëri që nuk jam kalit në politikë edhe para vite, edhe para luftës. Sepse ke punuar po, 97, 98, 99 e mas luftës, jo në ambasadë amerikane. Po jo domosdoshmërisht duke qenë pjesë e skenës politike, po aty dikon te politika. Po kjo fakti që futesh këtë brenda aty strukturës edhe skenës, pavarësisht se ti përgatitur se çfarë mund ngjesh aty, me të vërtetë ka qenë një shok kulturor. Kur je fut brenda. Po, domethënë me pa njerëz që të qeshin kaq shumë kështu përballë dhe pas një sekonde janë gjendje me të myt thik prapa shpinës, edhe mendoj që 90% të tillë janë. E di që gjithkund botë mund të thotë dikush se është kështu, ama bashkë kështu domethënë pa fije, morali veç të ne gjën. Pitja idilike dhe realiteti janë realiteti ndryshëm. Universitet të ndryshme. Po mos më kanë ndikuar se jam i kalitën shumë, herë edhe kam një moshë diakonistas. Po në dimensionin në ambasadë amerikane me ta, por po në dimensionin private, personale, familjare, natyrisht më kanë ndikuar te unë, te djemtë të familja ime. Familja si kanë ndikuar një pjesë madhe të kohës mbase u dashur ta. Po sepse ta konsumoni për. Po ti del idealisht, për shembull si profesor, si njëri që i ka studiu marrëdhënie ndërkombëtare dhe ju shpjegon shqiptarëve që kjo puna gazet amerikane është ardhmja jona strategjike. Domethënë nuk ka të bëjë me dogypa këtu me ekonomi, se ata nuk bëhen është 10-15 vite, por është ardhmja jona strategjike në kuptimin që kur ke gypa të gazet amerikane në tokë, s'ke nevojë për ushtar amerikan mbi tokë me të siguru, sepse ne pa na siguru amerikanët, domethënë na han drejt, po Serbia të edhe në kërcënimin është aty. E tash ti del shpjegon këto edhe njerëzit me mia mjerana, një pjesë e tyre nga diaspora, nuk e sheh një koment, do të thotë, kur dhe dikush thotë, më fal zotni, nuk pajtohem me ty për punën e gazit natyror, me gazet e lëngshëm amerikan, për këtë dhe këtë arsye. Po domethënë janë vetëm fymjet, vetëm shamjet, vetëm ofendimet me familje, me nana, me baba, me gra, me motra, me gjitha dhe këtu nuk është vetëm produkt kulturor që ata janë analfabet funksional, siç i ka thënë Albini. Po kjo është injektimi i gjuhës helmuse që Albin Kurti ka jap atyne. Pra ka menaxhuar me emocionet e tyre dhe ka qeveris me emocionet e tyre, nuk qeveris me projekte. Thash i kanë 20 miliard euro dhe i jepen vetëm në formë të vitrave çdo 4-5 muaj zgjedhje. Ky është objektivi i Albin Kurtit, sepse kur tenton me qeveris, keq qeveris, dhe të nkuhen duke mos qeveris abuzojnë me parat e buxhetit publik, kur dojnë me bëjnë ndaj projekt e bojnë në mënyrën më banale dhe më ofenduese për inteligjencën publike të ato qytetarëve, me atë vadën
e lupqit të atij Armen Muje, mos që është ofendim, apo ndërkohë si të ishte viti 1957 në kohën e Xhaxhit Enver, bile atëherë ka pas projekte më të avancuara me teknologji, e jo shekulli 21 i teknologjisë në shekullit 21, e jo shekulli i punëve të dekada të reja që po na pret, e jo shekulli i inteligjencës artificiale. Pra kur do me qeveris, këtë qeveris, kur nuk qeveris i merë të hollat sikur në shtëpitë babës, në odë babës, dhe i shpërndon sikur vitra çdo 4-5 muaj për një qëllim objektiv vetëm, sepse është i smur patologjikisht për pushtet, vetëm me çu dorën. Kur ti 3, kur ti 4, kur ti 5, kur ti 7, inshallah 100 herë fiton nëse është që kjo në pyetje, inshallah në thojë apo zëm. Dhe nëse një qytetar ndjen satisfaksion se ky po fiton 7 herë, 8 herë, 10 herë, 11 herë, ndërsa vendi ka shkuar në sanksione nga BE-ja, izolim nga SBA-ja, izolim me Shqipni, izolim me shqiptar Shqipnis, ekonomia katandisën, inflacioni më i lartë, fukarallak, migrim 2-300 vetat kanë ikë. Nëse to nuk të bëjnë përshtypje si qytetar, e ti gëzohesh jep këtij satisfaksionit çdo 4-5 muaj me shku zgjedhje, sepse ky tendencë me qeverisë nuk ka se nuk din. Me kënd me qeverisë. Niveli i ministrat kabinetit ti e thash po përsëris është analfabeta funksional kur japin zër me punu diçka më shumë ti më rin dete mediokri. Edhe Kur'an Muratet po i thu analfabet funksional. Ky vend është katandis. A din me tardh për shembull me gjithë respektin, po tash do të përmend edhe emrat përveçshëm, me ardhi Malbasha, ministër, me ardhi Albolena Haxhiu, me ardhi me Fel Bajqinu, si Adriana Matoshi, Donald Alloshi, Agim Batiri. A kupton, mos dëshpërim i madh. Unë nuk po them që s'ka pasën të kaluamën e që s'ka në tash të opozita. Ama bashkë ky nivel s'ka qenë. Por është katandisje totale, është degradim total. Po thuash të rezervati? Rezervat, ashtu si që ka thujt Albin Kurti. Jo unë, pa ai ka thujt. 45% Albin Kurti ka thonë, tekstualisht, janë analfabet funksional dhe në atë dokument strategjik 2016 kur e ka përmend këto, ka thonë hajde të përdorim thashë thëme, sepse kështu e dën ky popull. Unë po bindem, ka e pjesa që ka votu këto. Megjithatë, s'ka një opozit, s'ekziston. S'ka alternativë në opozit, mirërisht, prap, ky qytetar i Kosovës i dha përgjigjen e duhur, sepse Kurti i mori 299.000 vota të qytetarëve që jetojnë në Kosovë. Pra, këtyre qytetarëve që çdo ditë ballafaqohen me sfidat ekonomike, sociale, të arsimit, shëndetësisë e tjera, ndërsa opozita si blok, se ky ka dëshirë me qytet si blok, i mori dikon 324.000. Domethënë dikon janë 25.000 vota më shumë. Tash, natyrisht me këto vota që po numërojnë këto ditë nga diaspora, ky fiton, sepse rezervatën e diasporës ky e ka menaxhu, e ka marru. Vime të apik, kam një spjegim time në për atë punë. Mirë po, lajmi i gëzueshëm është që pavarësisht që ke një opozit të lodhur, një opozit pa alternativë, pa ide, një opozit që e riprodhon vetveten të kohën e shkëputur nga pritjet elektoratit, siç e thash në fillim, megjithatë qytetari 324.000 vota i dha bllokut opozitar, ashtu siç ka shef Albini me qujt blok opozitar, se ky s'po thotë komu i të lëdë. Opozitën e votoi pa i bërë opozita thu hizmet vetvetes. Pa i sakt që kjo. Pa i bë opozita hizmet vetvetes, ata votuan 324.000 vota, 299.000 vota koalicionit të vetëvendosës me alternative në ato parti që ka të vogla për SHDK-n dhe partin Guxo. Çka nuk kupton kjo? Si zbërthehet kjo sipas meje? Edhe njerë po ripërsëris. Pa një opozit, e cila riprodhon vetveten, një opozit monotone, ky qytetar rezident që jeton në Kosovë me sfidat e përditshmërisë, i dha më shumë vota bllokut opozitar dhe 25.000 më pak Albin Kurti. Natyrisht kur vin vota diasporës, po përsëris ky tash rritet dhe formon qeverinë vet nëse këto ditë. Kjo nuk kupton zhgënjim. Pra, kapitali shpresa të rreme ju harxhit këtij. Retorikat boshe nuk ndezin më. Qytetari i Kosovës hendeku për qytetarin e Kosovës në mes të retorikës dhe performancës u rrit shumë. Ky ofroi më shumë propagandë se sa zgjedhje konkrete. Ky ofroi më shumë polarizim, helmim, urrëtie mes vetin se sa konsensus. Ky ofroi më shumë spektakël komunikativ se sa zgjedhjet konkrete për projekte të përditshmërisë që ka nevojë ky qytetar më shërby dhe natyrisht, dhe kjo për mua është e natyrshme, sepse e thashë me një mision tjetër, çdo pushtet që ushqihet kështu me pritje mesianike, në fund dënohet me të njëjtat standarde, gjykohet me të njëjtat standarde të larta. Kështu që ky veç ka marrë ty ra, sepse me 20 miliardë euro, nëse po asnjë projekt,
A më thënë, kjo ndodh vetëm tani. Pra, në fakt nuk ishin këta 100.000 që thotë në fillim të misionit që mbi 100.000. Mbi 100.000. Vetëm për kurtin. Që ikën kurtit si votues, shumë janë mbi 100.000. Nuk ikën këta për shkak se ideologjikisht shkuan te opozita, sepse edhe opozita u pivota. Gati 50.000 PDK, ato dy asorreten heqë atje. Fundore gati 40.000 vota. Po, gati 40.000. Pro këta që e braktisin këta 100.000 nuk është që ikën ideologjikisht të partitë opozitare. Por këta e braktisin sepse u lodhen me shpresat të rreme, me retorikat boshët e tij artificiale. Pra thjesht këta Se shemë ndikim edhe zonin Osmani te ky bojkot? Jo, këta i kthej si thosh graviteti i realitetit, sepse herë do kura i të kthen me kom tokë. Jo, sepse Vjosa Osmani sa arriti 2.000 diçka vota, as 3.000. Por indirekt se pati këtë Jo, ndikim. Jo, nuk e besoj. Që shkaktohet ky zemrim. Janë zhgënjim i këtë qeverisë, është zhgënjim i atyre projekte me vada të Armen Mujës. Domethënë është ofendim qytetarë kanë filluar edhe këta që kanë qenë militantë madje. Është ofendim asnjë projekt, asnjë vend i ri punës. Që voton për vendosin tash i ka 2 vajza, 2 djem, po duhen me ikë jashtë. Edhe del Armen Muja me një si drasë që i thoshin dere këndefit për parat, më falni për shprehen, me bu projekt në shekullin 21. Ofendim. Kjo është zhgënjimi aty në 100.000 veta. Jo, Vjosa Osmani s'ka pas ndikim. Vjosa Osmani veç e ka tregu, ka konfirmu që pa Albin Kurtin është kërkushi. Me kë vazhdon ti mirë mbani kontaktet nga deputetët me cilët një kohë ka qëndruar aty natyrisht në sallë. Për vija politike, jo, po kështu si miq kam shumë personalitete, nuk i përmend dot. Po, ma tepër kjo intervistë e kontekstit s'po thon veror, natyrisht që është intervistë politike, por nuk për të dhënë dimension edhe tjetër pak në zonë. Po. Jo, kam shumë miq nga të gjitha partitë, natyrisht më shumë në PDK, në AK, pa përjashtu të tjerat, nuk i përmend dot me emrat përveç, nëse mund të harroj në një, kemi raporte miqësore, por jo politike. Çka ka ndryshuar, po them, politika të ju personalisht? Çka të ka, cilin dimension ta ka plotsu politika që se ke pas? Ose që ta ka dëmtu edhe dimension, ndoshta? Po, ma ka dëmtu pjesën e idealizmit, sepse unë, si që kam besu të gjithve, kam mendu që tjetë do të ma japin besimin në njëtën dozë. Dhe kam po që në politike mëson këto që të jetë besimin pa tjetëri të jetë thikën. Kështu që ta shem shumë ma rezervum. Keqardhje për naivitetin tim që në këtë moshë kam arrit në kuptu këto, po kjo është avantazhi më i madh që kam arrit në politikë. Do thotë nuk është që i besoj gjithkujt me 2 dorë në zjarr. Ku do të lëviz nëpër Kosovë, Prishtinë, në universitet? Cila është gjëja që të pengon më shumë? Që të shkakton neveri, mbas edhe të lëkun të trishton? Ambienti degraduar. Tani sa erdha me taksi të ju, prej një televizioni tjetër që po ata intervistë të ju, me taksistin bisedonim. A kupton? Erdha nga Fush Kosova këtu në Dragutan. Do thotë e sheh ujdhesën, si thonë asaj që është në mes të dy kolonave që shkojnë në makinë, to ujdhesa që më thonë asaj. Do thonë aty kur nuk ka gjelbrim, aty kur nuk ka lule, aty ka borllog. Ana shtetare tonë janë të mbushura me borllog. Vjen një turist i huaj, vjen një vizitor i huaj, vjen një diplomat, zbret në Slatinë, sheh aeroportin, si del në autostradë, sheh godinat larta, bugra, po shëmtia. Menaxhimi i publik tani është të merrë vërtet. Në lagjën ku unë jetoj, për shembull, në Prishtinë ka me mujton që nuk e merr mbetorinat as kompania pastrimi, as komuna. Ata vazhdojnë me u kacafyt njëri me tjetrin për parim rama, thot kompaninë pastrimi e menaxhojnë këta Turani Smalit PDK-s, ata thonë komuna e ka fajet se s'ka drejt me ligj me privat me koalicion. Po tash janë koalicion, ndërsa ne si qytetar aty në atë lagje, edhe plot lagje Prishtinë po dëgjoj, me mujto në mënyrë më primitive, me kolica i thojmë i thoshin përpara, e hekim mbetorinat e çojmë 300 metra larg. Pra në shekullin 21 e pa që si menaxhimi prej Kreut atje te Albin Kurti, i cili del brutalisht i mashtron njerëz me disa vitra, edhe deri te niveli lokal këtu në Prishtinë me po që ambient të degraduar është goxha marrë. Pra, më pengon se ne jemi të prim, si thoshte
më shumë të operojmë nga kjo paradigma individuale. Deti kapizhiku i derisa ke po e fshime, vizlojmë, pastrojmë shumë dhe pastaj nga kapizhiku ku është prunë publike, ne ato nuk e konsiderojmë tonë. Dhe që kjo është dallimi jonë me perëndimin. Pra, atje paradigma kolektive funksionon. Prandaj është bukur edhe parku, edhe rruga, edhe gjelbrimi, edhe krejt. Sepse në fundit ata më shumë rrinë jashtë, duke punu të ditën se sa duke pi çaje, duke nejte, duke shit kopalla sikur ne të shtëpia. Cili është funksioni prandaj nëse i referohesh ambientit që të trishton, të shkon, të lekon, të trazon në mënyrë që është mendësia. Se si ne kolektivisht nuk mendojmë ndoshta më shumë për te borxhi i shtëpisë për shtetin se sa për borxhin e shtëpisë. Cili do duhet jetë funksioni real i sistemit edukativ në Kosovë? Cila është gjendja e tij? A do duhet ai të jetë kontributor një mjedisi që prodhon mendësi shtetërore të kujdesit për komunitetin? Po, është e vërtet, po për shembull në nivelin Ju punoni në universitet, ligjerononi në universitet. Po, në nivelin e sistemit arsimor, ku një është universitar, kështu që ne aty flasim për specializime të fusha të caktuara, ndërsa ata që do të ndërtohen me një mendësi të tillë për shtetin, siç e potencuat ju, do të vinë të tillë të marruma, të ndërtuar prej fillorës e pitmesmes. Gjë që fatkeqësisht nuk ndodh. Po nuk është vetëm kjo çështja e sistemit arsimor, natyrisht që kalon gjurmë këtë trajektura historike, domethënë qindra vjeçare që non stop të okupum nga simptomat e një pushtimi të gjatë. Po simptomat e pushtimit të gjata, po kjo nuk është justifikim tash tutje. Sepse tash kemi gati sa vite 18 vite Kosova bë shtet. Mas pavarësisë, mas çlimit i kemi gati 30 dekada, thash bërlogu, ato idhesat plot bërlog, syt me të vra, andon bërlog të anat, ku jemi na shqiptar, po shumë që ka bërlogim. A kupton, del me një pumpë të benzinës në Maqedoni, fali që po them, ose në Malzi. Është infrastruktura të mërshme e kohës së shokut Tito, mirë po është pastër, me detergjente. Hyn këtu në një të tillë tonën që mund të jetë investim milionsh, mirë po të tërbën era. Në institucione publike e sheh një ministri të ndërtuar, të vizluar kështu me mermera, me këto fjalën e fundit teknikës të tërbënera e banjeve. Tjetër gjë, çka të pengon të kësaj lëviz në për vende ndryshme, ka strati kur ndëgjon njerëz mbase duke folur për shëndetësinë. Po, atë çka pengon? Për një sistem të skemave pensionale që nuk përmbush as parafërsisht nevojat sot. Për të jetuar një pensionist? Më pengon jashtë këtij dimensioni që ka tema sociale, ekonomike që potencohen. Më pengon ky lloj mentaliteti me cilën sillem. Natyrisht jam pjesë e tjetër, jam me gabime, por nuk mund të toleroj më dot. Nuk mund të toleroj më dot që një qytetar i diasporës me votën e tij me ardhmë me imponu mu këtu në Kosovë, se si ka më qeverisë ky vend, kush ka më qenë kryeministi, kush ka më qenë kryetari i komunës time. Dhe unë nuk i kisha lënë me votu këta kurrë në atë mënyrë. Po me pas drejt votës, jam të potencuar në çdo emision, po ma keq përdorin, po me prejnë këta vetë vendosja nëpër Facebook apo se kam gale fort. Po me pas drejt votës, po me modele. Kemi me modelin e Maqedonisë, e kanë pas, tash e kanë hekë duket, që ka pas ulse të rezervuar për diasporën, një ulse për Australi, një ulse për SBA, një ulse për diasporën në Evropë. Pastaj ata deputeti përfaqësojnë në mënyrë të drejtë për drejt interesat e diasporës, ose modeli kroat ka qenë i tillë, ose në Mbretërinë e Bashkuar, varësisht se ku i ke disa modele ku thotë se ti dosh me provu që je rezident, që je banor këtu që 5 vitet e fundit për me votu, ose që je taksa pagues. Por jo taksa pagues, sikur ai diasporës tonë që e ka ndërtu këtu në shtëpi dhe thotë, po paguaj atje rrymën në këto. Jo, ti po i pagon shërbimet, tatimin pro me këto. Po ti dosh për me pas drejt vote, thjesht dosh me pagu tatim në të ardhra personale siguron ti. Pra për rrogës me na hek ato pare me shku në ATK të Kosovës, jo në ATK të Gjermanisë, e Zvicrës, e ato pare të tona, të mjetë të tuat, pastaj përshfryzohen për ndërtimin e këtij shteti, infrastruktura, autostradë tjera. Pra, përderi sa se përjetojnë Kosovën më shumë se sa ne që të. Po nuk mund ta përjetoj sepse ai vjen vetëm për 3 ditë këtu për vota dhe pastaj neve na lën në baltë në Llëç që thot populli me këtë lloj qeverisje. Përderisa ai që jeton në Stuttgart, ta zë, nuk efektohet
nuk ndikohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga politikbërja, nga qeverisja e Kosovës, dhe tazëm edhe i komunës së Prishtinës apo në cilën komunë për nga da i vjen, ai nuk do të me votu në këtë mënyrë, sikur ne. Ai do të me votu për përfaqësuesin e vet në parlament, 3 përfaqësues, le të fiton 8-3, le të fiton vetëvendosja, 2-ja, një tjetra, s'ka lidhje pa ata mirë me përfaqësimin e diasporës. Por përderisa ti nuk ndikohesh. A tingëllon pak rënd kjo? Jo, nuk ndikon. Si logjik përjashtimi? Po jo përjashtimi. Jo, ti me pas përfaqësuesin në parlament, 3, 4, 5 se le ti bojnë. Amo ata janë vetëm deputet të diasporës që i zgjedh diaspora në mënyrë të drejtë për drejtë. Ata për interesat diasporës me morë. Këtu e qeverisin vendin dhe këtu ndikojnë ne që përballim me çdo ditë red me sfidat sociale, ekonomike, arsimore, shëndetësore për sa diskutuam. Këtu ne vendosim. Prandaj edhe ishte një protest qytetare kjo abstinenca, po edhe ikja 100.000 votuesve edhe nga Albini, edhe 50.000 nga opozita. Sepse ju treguan që ne këtu jemi të pakënaqur me këtë qeverisi. E tash, pse po votojnë shumica atje e diasporës për Albinin? A ki shpjegim? Po. E kam thënë, dua ta përsëris, ata prap kanë me prejveç këtë pjesën për Jugosllavinë, e le të qesin, le të bëjnë çka duan. Unë mendoj, edhe kam thënë, jam duke përsërit këto ditë në çdo paraqitje publike. Janë 3 frustrime me të cilat ushqehet një pjesë e diasporës, jo këtë diaspora. Vetëm pjesa e diasporës që po voton masivisht për Albin Kurtin. Frustrimi i parë i tyre është te një pjesëz e vogël e tyre që i takojnë ish proletariatit jugoslav që ka ndonjë 1890. Dhe te Albini shohin i rikthim dhe taj koncept, sepse Albinin e shohin të asaj periudhe, kjo është një komunist i kohës së socializmit jugoslav dhe ju bën sigurik. Pjesa tjetër është një pjesë nga shkumas të dëshpëruar dhe kanë xhelozi primitive që nga kushëritë e tyre e të tjerë që këtu i kanë bë punë pak më mirë. Këtë nuk janë hajna, kanë punu me minimarket, njerëzia kanë bë parë këtu. Dhe e treta është këta që votojnë për Albinin, po them, jo ata tjerë, kompleksi mas pjesëmarrjes në luftë. Këtë që të 3 frustrime të votues të diasporës që votojnë Albin Kurtin, Albin Kurti i ka paketuar në një paketë politike hakmarrje. Në ne, votoni për mu kundër atyre që ju prishën ranin Jugoslav, asoj pjesës të 90-shit, që janë jashtë. 2. Votoni për mu kundër atyre që kanë bërë punë më mirë se ju, sepse këta nget hajna. Çlironi nga kompleksi mos pjesëmarrës në luftë, sepse bashkë me mu do t'i shpallim të gjithë komandantët hajna, pa përjashtim. Dhe kjo është menaxhim me emocione. Dhe ky e ka rrit tash numrin e atyre votuesve që ushqehen me këto 3 frustrime, prandaj nga 15.000 sa kanë qenë të regjistruar në 2017 me votu në Kosovë, sot i kanë 104.000 të regjistruar. Dhe ata po bëjnë diferencën, ata po rrisin Albinin. Sepse ata nuk ballavaçohen çdo ditë me krizat që unë e ti edhe qytetarët ballavaçohen, arsimore, shëndetësore, sociale, politike, ekonomike e tjera. Ata vijnë 3 ditë edhe për inati me urrëtie të shtynë 3 frustrime që i kanë, veç Albin Babës. Nuk është që shohin ata kur farë përparimi këtu. A thaj kur beqari që WC nuk i ka, toaleta nuk i ka marru në hyrja, të presin ka 10 orë mërdare. Po kjo urrëtia e madhe, primitive që ekziston, atë ta e ka nevojë kjo urrëtia. Ka shpjegim sociologjik. I thash që to 3 shpjegime mendoj që janë sociologjike, prandaj unë mendoj që nuk është në rregull që ai që jeton në Stuttgart me orë ma imponu neve këtu se kush ka me qeverisë. A do të votoje ti po të ishe duke jetuar jashtë Kosovës? Po të ishe duke jetuar jashtë Kosovës? Po do të votoja, po që shumë pak po shoh profesora, shumë pak po shoh inxhinier, arkitekt e artista që po vinë me jetu për diasporës. Se po shihet se kush po jenë me votu për Albin Kurtin. Kush? Po shihet niveli tyre, hyn tash në cili nivel? Ja, ta tregoj tash mas emisionit hyn në komentet në Facebookun e emisionit tuaj dhe shihet atje. Ti nuk gjen një që thotë, zoti Gastrati, nuk pajtohem me mënyrën se si ju po diskutoni për gazin amerikan. Nuk pajtohem me argumentet që ne do të votojmë me këtë model ose me atë model. Çfarë more? Këtë shamje. Je me Serbinë, me Radojčićin. Je me Serbinë, me Radojčićin, nonën, motrat këto brutal. Të më thoni nivel i ndyr, i fletësirat poshtra. A unë ta. Edhe që kam pëngon, kret me gjellogari Facebookut fals. Të më thoni, janë moshkuj të dopt. Janë pa karakter. Këtë regnë për që s'kan personalitet. Se e kom vrejt, shumica dërmuse që shojnë e fin kështu, që punojnë në për Banhofa atje, i kanë këto gjellogaritë e Facebookut fals. Nuk ke gjenë një që e ko Facebookun original me dalën me të shaqë ashtu në ftyrë. Sepse zgudzojnë.
Sepse apo gjyqin me Beratin e plot gjyqe të tjerë kundër Abdullah Hoxhut e tjera. A ke po që kërkojnë falje pastaj e qesin kryt ndërgjoj. Këtë nivel kryesisht e ka marrë Albini për diasporës, këtë niveli unë me konë si opozita kisha insistuar që çdo negociat për institucionet të ashme, ligji me ndryshu, këta mos me votu mos si kurun edhe ti edhe qytetarët të Kosovës se nuk jetojnë këtu, por mjau rezervu 3, 4, 5 ulse sa donë le të kenë, po ata deputet me qenë vetëm për diasporë. Dhe jo me orë këtu, se përveç atyre që kanë regjistru 104.000 kësaj radhe nga diaspora me votu, edhe 300.000 ishin hyrje me 28 dhjetor kur erdhën. Për çka po qeverisim ne këtu? Nëse për ata në Stuttgart, apo për me jetu jetën këtu 24 orë. Ndëgjëm, edhe për një kryeministër diasporë dhe një kryeministër të Kosovës. Jo, veç deputet për diasporë. 3-4 ullë se deputet, kryeministër. Për dy parlamente, një për diasporën, figurativisht një për Kosovën. Të kenë përfaqësuesit e vetë, dhe përfaqësuesi vetë le të shkojnë në Stuttgart, thotë çka keni nevojë. Se sot ka me adresu, ju si diasporë, çka keni nevojë, leni mos më me share, kush e nevojë me na shane. Heke më fund jap me shame fy, ha? O bastard. Qele Facebookun original, me emën mbi emën, kazëm kushje, ta epi adresën e oborit tem ku jetoj, hajde ngozovsh, hajde ngozovsh. Po këta janë të përshtirë, këta janë flitësira, këta janë të ndytë, këta janë pa karakter, pa personalitet, a kupton? Këta që shohin me ato farë Facebookat falsë, këta janë idiot atë llojit vet. Dhe nuk du idioti me imponu mu qeverisin Kosovë me votën e vet, a kupton? Nuk du, edhe nuk lejoj. A ka ndonjë situatë që për shembull, që kjo. Shembull konkret, kur ai shanë e fyn prej Stuttgartit dhe vjen këtu edhe imponon me votë. Kthehet Stuttgart me 3 ditë, i ka me sigurime shëndetësore, me nxemje, me fëmijë sigurum, me kret. Ne vazhdojmë me ballavaçu këtu me krizat. A kupton? Se po na lën me qeverisë bodalt, si çift me si drosat Kendefit si Armend Muja dhe me Demal Bashën me hajvana. A kupton? E me çiftin e Gërvallës. A kupton? Atëra atje kur shkon në sa e murët, se po përmendni këtë shembull dhe kam e përsërit ton kohën. Ai a thirr doktorin që kus me shku me shëru atje, a thirr doktorin në Stuttgartit. Nëse ati i kollë shtëpia zot Runa, a i thirr zjarr fiksat e Prishtinës me shku, mja fik zjarrin në Stuttgart, a zjarr fiksat e Stuttgartit e Frankfurtit. Prandaj është shumë e thjeshtë. Ti voton aty ku jep kontribut. Pra për dëshmëria jote, ti atje nga rroga, nuk t'jeket me të ardhur nga rroga tatimi në atë këtë Kosovës, po shkon në atë këtë Gjermanisë. Nuk ke qytetari këtu, po dështësia tjetra. Çfarë është reperkusioni tjetër? Se kjo më pengon, mentaliteti që e diskutu më herët, dhe po ka ndikim negativ në zhvillimin e lojës politike, skenës politike në Kosovë, po tash kjo ka me pasur reperkusione hala dhe ma negative me miratimin e ligjit për nënshtetësinë. Sepse po ta ridizajnojmë ne këtë punën e votës së diasporës, ne do doja aty, që me thonë, qëre tash diaspora e ka 3 ulse në kuvend Kosovës. Për ai që don me votu, a kupton? Të veç për diasporën nga atje. Ndërsa këtu, në Kosovë, ti, për me votu, me pas drejt me votu, ti dosh spakut me tregu që 5 vitet e fundit ke qenë rezident Kosovë, ke banur që 5 vite në Kosovë, si kurun e ti. Dhe këtë kriter nga rregulloria e unë mikut e ka hek Gjeral Sfesla me ekip, edhe tash mune me të regjistru ty 500.000, 600.000 sërbë e ma shumë zot Runa si banor të Kosovës, e pas ta kanë pas drejt me marrë pensione, me na çfera dhe buxhetin neve, kanë pas drejt me rrit listën sërbëse me 20 deputet të nxom, e tani hajde funksionoj Parlamenti i Kosovës, ka me ta bloku me çdo vot, a kupton çka kanë bërë këta njerëz. Prandaj, nëse mendojmë për të ardhmen e fëmijëve tonë, e këtij vendi, duhet në kuadër të kësaj reforme me rishikuar legjin e shtetësisë dhe me rishikuar edhe puna e votës së diasporës. Sepse ky ligj i shtetësisë unë mendoj që veç është një nga komponentët kryesore të fillimit të implementimit të autonomisë territoriale politike të Albin Kurtit për serbët. Dhe në sytë e njerëzve, Kurti përvason tregimin e një heroi. Të atyre që kanë votuar. Më shumë se sa kretë opozitën gati. Kjo çka flet për këtë lloj opozite? Shiko, para se më të opozita. Unë i kam 3 djem, 3 fëmijë, nëse një gozh dhe kish ngul dikon Albin Kurti mirë, mos më intereson nëse njerëz po keq kuptojnë. Ose kam kurrë personale as urrëtie, mos më intereson për politikë. Këta kanë pas sa i kam kritikuar dhe këta tmet të opozitës. Por kur nuk shoh asnjë projekt 20 miliard euro për 6 vite. Hajde të regoma një projekt, autostrada për Gjilan, për Podjev su kry, për Anej su kry, ku janë projektet, ka shkun këto pare. Pra, mafia energetike 1 miliard euro importim nga Serbia.
Për 20 vjet s'është importuar. 20 miliardë euro si kanë pas krit qeverit bashkëpinë 99 në kohën e Unmikut e deri në 2019. Ky i ka për 6 vite. Ku janë projektet? Ku janë vendet e reja të punës? Pse po ikin rinia? Po ikin sepse s'ka vend të ri të punës. Fëmijët tonë ikin sepse bab s'ka vend të ri të punës. Dhe nuk ushqehet më me retorika boshe e me shpresa të rreme, çulo këtu po Zvicër. Po ata në diaspor, po çata që po votojnë kurtin. Jo tjerë. Si janë gjithë njëzoj. Po ata po shihen me urrëtie, me emocione. Në det ju dal gjumë edhe aty ne. Sepse shohin që ky vend ka filluar. Zvicër janë 300.000. Ka filluar me vdek. Në Gjermani janë 800.000. Po. Në zgjedhje po marrin pjesë 100.000 votues nga diaspora, nuk po marrin pjesë gjithë. Po 100 po 100 Prandaj nuk janë gjithë pjesë. Po ata i ka rekrutu, i ka mobilizuar Albin Kurti me këtë retorikën që betej politike. Ja ka menaxhu emocionet. Jo, nuk mundesh me qenë edhe zullumçar, edhe shlirimtar, edhe hajn, edhe patriot. Shiko, tash në atë skenë politike, një njeri normal, po ky s'është politikan normal, ishte dashur me të nderuar me në atë sallë në Zvicër, e cila dëgjova ishte më të shtrejta me pagu rentën për atë të bim. Ky kryeministi i vendit më të varfër në Evropë bashkë me Ukrainën e paguan sallën më të shtrejta, atje kushdo që e ka pagu, ishte dashur me thonë në mandatin tim, sa jeni këtu për ushtrisë, çani dorën, ata me vërtit. 32 vende të punës si kom hapë në ushtri. Sa jeni për Mitrovicës, ata, krybeçar. 62 vende të punës si kom hapë gjatë mandatit tim, që këto janë. Sa jeni për Gjakovës, ata, 45 vende të punës si kom hapë në Gjakovë. Në total, ju, diasporë dashur, kushëri, një pa mesat ju që keni në Kosovë, ka që kam shtim punë për 6 vjetë. Kjo di çfarë thot? S'ka hajn, ka zullumçar. S'ka hajn, s'ka zullumçar. Të thonë retorika bajate, të gërditshme, 25 vjet, 30 vjet mas luftës me të njëjtat retorike. Po me fitu pushtetin, po ata po hajnë forën. Adën po gëlltisin që to, po kanë qenë veç urrëti, i mujtë, Albin i mujti. Ole ti mu në 10 herë, 20 herë, se kam galën e të opozita. E kam galën që këtu po jetuat maket se dje se pardje. Çdo mëngjes kur po çumi po është maket se sa i që ka qenë dje. Në sport sot smunësh me mush mini market, në kese, me 100 euro, me 4-5 artikuj ushqimor. A u në që ku janë pagat. Pa patë një problem shëndetësor, një situatë gripoze, pa patë një problem shëndetësor, një situatë gripoze, do të nxjerr nga Terezia e mujt. Nxjerr nga Terezia e mujt se kushtojnë ato barna. A kupton? Çfarë të përshëndesim këtyre 6 vite? Unë jam operu 2 herë në ÇKK prej kombës këto 3-4 vitet e fundit. Është merë, është si Kandahar, 20 vjeçari. Mirë be hajde, 20 vjeçari, e pas ka shkatru ke. Sepse pas ka qenë. Reaguan edhe ambasadorët britanike gjerman. Po. Në një paraqitje, duke thënë se Kosova nuk është kështu. Ec. Po hajde, 20 vjeçari shkatrim. Hajde po pajtohemi në thojza. Është më shkatrim se në kohën e Miloševićit. Është më shkatrim se në kohën e Jugosllavisë, ë? Atëherë ka qenë më mirë, se çështu i bën. 20 vjeçari shkatrim. Çish beti për 6 vjet, unë isha në ÇKK u bën operacion 2 herë. Qysh s'mujtë një krevet me ndru? Qysh s'mujtë një gozhë me ndru? Një dretare? A në tënë pak do renovime kështu kozmetike të shkove të fundit. Nuk ka ekip, do të shifi këta ministra, edhe njëherë, ofendimi më i madh në historinë politike bashkëkohore të Kosovës, ju ka bo me atë vadën e Armend Mujës. A në tënë, del aty, kjo Armendi më duke si ata ministrat e kohës Jugosllavisë, hajde dele, hajde për haj ata shkretit. Të më thonë do artrokitje, që kemë me 20 miliard euro, që të më thonë është mbajt men vada, s'ka ofendim atë madhë. Dhe nuk e flasë me i noti, po të ishte një autostradë, po të ishte një projekt, i cili ishte fëmijët e mi, fëmijët e tu, fëmijët e qytetarën në punë, e ndalën migrimin, këtë dhe të ishte në rregull. Çka prioritet sot për ju? Në jetë. Cili e prioriteti jut? Kryesori je babaj 3 fëmijë. Me mbjetu muin me 3 fëmijë. Me mbjetu muin me 3 fëmijë, edhe me mundu me i bind ata që këtë vend megjithatë ka më bë mirë, po kjo po është shumë sfiduese dhe po është shumë problematike. Cilat janë pyetjet më sikletshme që ti bëjnë gjendë? Po pyetjet më sikletshme ndoshta me raste pa përgjigje, sepse i keni moshë. Shumë raste po mesin pa përgjigje, pra është insistimi i tyre që ne mos me insistu që ata mos me dalë jashtë, sepse nuk e shohin këtu perspektiven, sidomos të 6 vitet e fundit. Dëgjom, tazo, si morëm shembull fëmijët e mi. Fëmijët e mi kanë atë moshë që ata janë rrit me autostradën, që kanë ndërtuar ashtu thotë që qeverit më herët.
ata janë rritë me këto rrugë, me këto objekte, shkolla, universitete, këto, këtë që e ndërtu në atë kohë, sepse që 6 vite s'është ndërtu kur gjë, që as 4 qerdhe si ka bë Albin Kurti. Kështu që në ata fëmijëve të mi kërkojnë më shumë se sa ato autostradat. Ato i morën si mirëqena, kanë qenë aty. Për neve është revolucion, për mua, për ty, sepse e mbaj mend si ka qenë rruga para autostradës, si ka qenë Kosova shkatruar me 99, si janë ndërtu gjithë ato qerdhe, shkolla, infrastrukturë, këtë çfarë që to është ndërtu në 20 vjeçarin e shkatërimit, si që thënë këta. Mirë po, ta është koha inteligencë artificiale, ta është koha teknologjisë së shekullit 21. Ta është koha kur qeverit do të më fol për vendet e punës së dekadës që po vjen. Dhe për çka flet kë? Hajna zullumçar, ole. Hajna zullumçar, ole. Me të gërdit, më thonë, që me çka fitohet vota. Hajna zullumçar, ole. Turma. Turma e verbume. Turma e verbume e mbushën plot të rrethje ndaj kujt, ndaj një tjetër shqiptar. Dosh me thonë ja thuj hunta aty në skenë, po të kishte pas njëri racional në atë sallë, më thonë, o zotni, unë jam prej Podjevës, për shembull, ose pi Prizrenit, ose i Vitis. Unë jam diaspor që 30 vjet. Venet punës e ke qeltin qytetin tim që 6 vite. Hajna zullumçar. Retorika e tij, ole. Dhe më thonë ka përfundu ky vend në një krizë qaq të madhe morale, sa që ne e kemi importu Deona Mihajli, një vajzë e Grekut, e cila vjen e ta menaxhon ta qeverisë këtë Kosovën. A ka më marrë, se sa për që ata shqiptarë që votojnë për Deona Mihajli. Aja formalisht nuk është ngarë, po ata që ja imponojnë vendimmarrjen politike, Albin Kurti janë komunistët që vinë nga Tirana si Elvis Hoxha, Deona Mihajli e tjerë. Këta që po ashtu po marrin pjesë në atë revolucionin leftist atje kundër investimeve amerikane në Zvërnec edhe në Sazan. Këta njerëz asnjë kac minimarket s'ka mujt me gjetë punë në komunitetin në Tiranë prej nga vinë. Dhe kanë ardhur këtu dhe ne e kemi jep me vot komoditetin, pa ka më ofendim për secilin shqiptar si diaspor si këtu me të qeverisë ty Deona Mihajli. Që këta janë grupi leftist, komunist i Albin Kurtit, anti-amerikan dhe anti-shqiptarët më të mëdhenj që ka pas kjo historia jonë. Raportet e tij me Amerikën dhe të Kosovës, rrjedhimisht po shihet që janë në nivel kritik, ka thënë në mënyrë të përsëritur. Interesi geostrategjik ekonomik amerikan përveç artit sigurisë është shtri infrastrukturën e investimit të gazit të lëngshëm në gjithë relievin e Evropës lindore, aty ku dikur kishin kontroll sovjetik që prej shembjes së komunizmit nuk është në kontroll të Roosevelt ndikimit edhe pse bën përpjekje gjithmonë për ta minuar me interesat tyre. Po si shihni rolin e Kosovës në këtë drejtim? Teksa po mungon një përgjigje të qartë për gazin e lëngshëm amerikan, më shumë ka justifikime pse nuk duhet ndodh nga ana e vetë vendos se sa pse duhet ndodh. Shikoni, këtë justifikimet se këtu është shtret infrastruktura, na del çmimi më lart e tjera janë bullshit. Do thot arsyeja pse Albin Kurti, Deona Mihajli, Elvis Hoxha, ky grupi marxist-leninist, komunist, këta supermajtista, arsyeja pse këta refuzojnë gazin amerikan është sepse është pushtet super i majt në ne dhe pushtet i cili shumë shpesh ka qëndrime armiqësore ndaj objektiva strategjike amerikane për rajonin. Kjo është arsyeja. E majta. Po, majta Albin Kurtit. Kjo është arsyeja. Po majta Edi Ramës nuk është. Jo s'është. Këtu s'jam të mbrojtë. Majta Edi Ramës po përballet me protesta për investime. S'jam të mbrojtë Edi Ramën, hiç. Po bëjnë krahësim. Simpati për qeverisjen e tij, por e Pedro Sanchezit po. Po, Pedro Sanchezit po. Pra, kjo është arsyeja kryesore, një pjesë e madhe qytetarë nuk po kuptojnë. S'kam fajin, nuk të janë tema të rola, ata kanë qef qështu disa mi folë, ole, zullumçar, qështu kanë qef, apo den? Po, neve këmë na gjetë që thot populli e zëzdita me këtë refuzim. Nëse paralelisht refuzohet investimi i Ivanka Trump dhe burrit saj Kushner, po flasim për vajzën e presidentit më të fortë në botë. Që ky president çka ka bëu? Se po nisi pi Trumpit me ardhet e gazit, refuzimi i Albin Kurtit. Që ky president, si thot ky kullerat e Prishtinës e palej Iranin dhe mbështetësit e tij, Kinën dhe Rusinë nga mbrapa, duke mos leju që përmes lindjes së mesme të kontrollojnë Oqeanin Indian, i cili i lidh dy oqeanet kryesore, Atlantikun dhe Pacifik, pra tregtin globale. Që ky president shkoi në Kinë.
Dhe e stopoi një farë turrit Kinës, i cili nuk është ndalë krejt, po e stopoi një farë turrit Kinës për Taiwanin, në atë që quhet zinxhiri i parë i ishujve. First chain of Icelands. Të mëndon që shkojnë pe Taiwanit, që gjithë mes detit jugur kinez, detit lindor kinez, në ngushticës së Taiwanit nga Japonia shkon dete Filipinet e Indonezia poshtë. Dhe e ka zinxhirin e dytë aty Amerika. Frenoi ambicin kineze ekonomike, Po ata nuk e kanë frenu krejt, po Amerika ka aty edhe second chain of Icelands, zinxhirin e dytë të ishujve, që shkon prapë pe Japonis, e shkon te Guam, e shkon dete Palau atje poshtë. Në Guam e kanë bazën më të fortë amerikanët me anije mbrojtëse me të gjitha. Ideja është me spelon Kinën në dalë në paqësor, në detit në oqean të hapur me flotë detare. E stopoi edhe atje. Në anën tjetër tash vlefsoi Rusi në Ukrainë, sepse që ky president Trumpi i reaktivizoi evropianët, le të thënë këta çfarë dojnë. Paguni për NATO-n, vetë mbronu, fillun krejt evropian tash me Gjermani me krejt me ndërtu potencial ushtarak më shumë, me prodhu municione se u fregun për Rusisë. Por ky president që i ka bërë çto 3 hipoteza të jashtëzakonshme, linjët mesme me Kinën, plus ajo lufta tregtare me Kinën që e menaxhoi, edhe këto me Rusinë, që ky president tash po don që më jap goditjen përfundimtare Rusisë. Dhe si po e bën ato? E merrni e lexoni raportin e State Departmentit që ju ka dërguar Kongresit, në cilin thotë qartë se tash nuk kemi të interesuar ndërtimi i demokracisë, ndërtimi i shtetit. A din këtu në Kosovë me afunde pa lidhje për ato gjëra, e më shku dikush i shoqërisë civile këtu me çato funde me marrë shtëpi me bazen. Po as për integrimin NATO, me atë punë merret Pentagoni. Tash presidenti Trump e ka dominimin energjetik, fokus kryesor. Madje e ka shndruar në doktrinë strategjik, doktrinë strategji, platformë të politikave të reja amerikane. Dhe përmes kësaj thotë do të bëjmë partneritete të barabarta me ato shtete që janë të interesuar, pse? Në ne me siguru stabilitetin energjetik, sepse kur ke stabilitet energjetik, pasojnë investimet amerikane. Kur s'ke stabilitet energjetik dhe nuk e diversifikon, s'ke me pas. Dhe shihni se i njëjti editorial i ambasadorës amerikane 2 ditë para zgjedhjeve ju ka jep më qartë nuk ka. Ju ka thonë fokusit energjia dhe Kosova duhet me qenë pjesë e planeve të gazit amerikane. Po e humni shansin. Dhe çka ka ndodhur? Gazi amerikan i lëngshëm, që vjen LNG-a që i thonë ata, nxirrat atje, hyn në kontenera, çaj thonë aty në tankera në -162 gradë në pranie, është më lehtë me transportu, vjen deri për shembull në portin në Greqi Aleksandropoli. Aty është terminali për rigasifikim. Aty është kyç për shembull kompania shtetërore bullgare Bulgargas, as si i thonë, i ka plinit 5 në aksioneve. Thjesht. Maqedonia ka filluar 2014 me lidhje infrastrukturën aty në gypave nga Greqia dhe ne ishte dashur me lidh në Kaçanik. Edi Rama ka nënshkruar marrëveshje korniz 20 vjeçare për importimin e këtij gazi amerikan, i cili fillimisht ka marrë për Greqisë e pastaj për Vlorës. Në Kërk të Kroacisë është porti i dytë në cilin është ndërtuar terminali për rigazifikim, në cilin pastaj kreti shesin kroatët përmes rrjetit të vet të gazit e deri në Hungari, në Austri, pra deri në BE. Kënej anash, pra strategjia e kësaj e Trumpit të shërbave në këtë rast. Në atë raport të State Departmentit të shifni është që me ndërtu një koridor verior që e shpërndon këtë gaz nga Greqia, Bullgaria, Romania, Slovakia, Polonia deri në Ukrainë. Pse? Me bë alternativë gazit rus, me shkput, me forcu krahin lindor të NATO-s, me shkput ato shtete nga ndikimi. Ndikimi rus, sepse kur shkputesh nga varësia e gazit nuk ka mas ndikim politik. Dhe çka sjellin këto përfitime? Se këta po thonë, nuk bëhet së shtret, po nuk bëhet sot as nesër. Nuk kemi gypa po thonë. Po prandaj, po ti zëtohesh bre. Edhe Serbia o zëtu, krejt, e përmenda, Greqia, Shqipëria, Maqedonia, Bullgaria, Kroacia, të gjitha, vetëm ne jo. Pse ky e refuzon, sepse ky është një majtest i cili ka qëndrimi armiqësor ndaj strategjisë edhe objektiva strategjike amerikane në rajon. Ky është një njerëz i rrezikshëm, komunist, me Dona Mihajl e me Elvis Hoxha, njerëz të rrezikshëm, fatin e kombit ja kemi jep një ekipe të rrezikshme komuniste. Nëse refuzohen investimet në Zvërnec, edhe shkojnë ata për shembull, se po flasim për vajzën e presidentit më të fortë në botë, edhe shkojnë ata për shembull në Mykonos në Greqi ose shkojnë ato investime në Malzi. Dhe nëse ne vazhdojmë me refuzu gazin amerikan, cila është arsyeja që do të më të mbrojtë Trumpi? Se në atë raport të State Department, ai thotë,
partneriteti i barabartë. Interesat të dy janë ekonomike. S'ka më ty me të mbrojt e ty me nejt. Djali im është 18 vjeçar, nëse bëhet luftësor nuk din me përdor armatim. Djali një kroatit atje në Kroaci, një profesorit tim, tha e kam bo obligative ushtrimet ushtarak, a i din me përdor armatim. Nësë jena kërkabre, e më qumë i thonë Amerikës, nuk e bojmë në këto se s'kemi infrastrukturë, s'kemi ato. Një duhet ta ketë, nuk mund t'jetë ndoshta vetëm ideologjik. Ja, vetëm ideologjik, është vetëm ideologjik, do thonë këta e të mrapsh, këta e komunista, vetëm ideologjik, ty vetëm zëtohër, shkërën shkru marveshën, që kanë shkru Edirama, që kanë shkru Greqia, Maqedonia, që kanë shkru Bullgaria, të gjithë të tjera. Dhe në të ardhmen kjo shpërblehet. A dim pse? Shikoni rastin e Litvanisë, Turqisë, të cilat kanë filluar me ndërtimin e këtyre terminaleve për rigazifikim, ë? Me marr këtë gazin lëngshëm, ka ndodhur para 15 vite e më shumë. Po në momentin kur janë funksionalizuar 20% ja kanë zbrit gazit rus çmimin. A kupton? Edhe tani kjo pritet të ardhmen, nuk pritet nesër, sepse raporti i departamentit nuk flet vetëm për gazin e lëngshëm. Ai thotë edhe rikuperimi i kapaciteteve aktuale që kemi, me thëngjell, me çmyr. Po edhe këto ti ka kundërshtu Kurti. Edhe këto ti ka kundërshtu Kosovën e re. Energjisë elektrike. Po, edhe këto ti ka kundërshtu kur ka qenë opozit. Edhe kur Ordi ka anulu, Kosova e re, Counter Global. Dhe tash kjo ka punuar në favor të importimit të energjisë elektrike nga Serbia dhe vende të tjera në vlerë 1 miliard euro. Por kjo i shkon në favor vetëm bosave të mafisë energjetike të sot po shihet që ky edhe Serbisë, sepse ajo shet rrymë edhe tani. Dhe kush po ja bën këtë favor Serbisë, pra Albin Kurti. Ndërsa Serbia është një nënon e varur nga Rusia, por atë diçka, madje edhe Vučići në Fox News, edhe par djas dikur i tha deklarativisht Amerikës, po jemi të gatshëm në nënshkruajmë partnership strategjik për importimin e gazit amerikan, për ndërtimin e qendra të dhënave, pra të inteligjencës artificiale në Serbi, investime amerikane në Serbi. Por edhe ata janë në ofertë, janë në penallti, vetëm ne nuk jemi. Dhe kur i kthehen këto investime? Ekonomikisht, nuk është çështje ekonomike. Ideja është që po bëhet një betejë figurativisht që të shlirohet Kosova nga ndikimi amerikan? Po, që aty po del kjo. A kupton? Ku diun në halucinacionet e tij, ku diun është Republika e Tretë, e Katërt, ku diun, a kupton? Sepse kjo është shumë e thjeshtë. Pra, nëse ti refuzon gazin, nuk është ideja që ti kimë. Okej, ha që ti po refuzon, po thu s'ka gypa, s'kemi infrastrukturë kushton shumë shtrajt me ndërtu. Po ti që 6 vite, pse nuk e ndërtove një potencial 1 megawatt? 1 megawatt. Po që 6 vite i ke qitë bloqet për funksionit herë të hanën, herë të martën, herë të mërkurën, për me importu rrim prej Serbisë. Nuk është këtu benefiti ekonomik imediat nga zotimi për me marrë gazin amerikan, por është e ardhmja jonë strategjike në pyetje sepse na mbron Amerika, siç e thash në fillim, kur ke të nënshkruajmë gazin amerikan në tokë, në të ardhmen s'ki nevojë për ushtar amerikan me të mbrojtë mbi tokë. Komandanti i forcave ajrore tha, do të fillim reduktimin e trupave të NATO-s. A kuptoni ku jemi ne me mbrojtje? Kujt nuk i bën përshtypje sot në Kosovë, në këtë klim politik? Jo, hiç, unë vazhdoj me ardh prej Bregodinit fush Kosovë dhe këtu, dhe kjo deklaratë më sillet në përmend, nuk i kam prej frikës, as s'po du me përhap panik, se unë e di që amerikanët nuk tërhiqen lehtë nga Kosova për shkak të objektiva të tyre, por qëre nëse ti vazhdo me lut me pushtetin e nervat të Trumpit, si në Sazan, me ata leftistat atje, si këtu me refuzimin e gazit, çka ne ditë me mshela njërin në sy, si mbrohemi ne. Që e në mënë me thonë këna blet drona kësisene, po thash gjallim 18 veçar s'din me përdor ma armatimi, se s'ka trenime, s'ka stërvitje. E para, e dyta, Serbia, bëgjetin e mbrojtjes dhe sigurisë, ka sa 5 shtetet balkanike bashk. Mali, Bosna, Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. 3 prej tyre në NATO. Do t'jemi shumë real. Pra, unë mendoj që ky pushtet, ma e mira shkon me ra, ky pushtet i komunista, Kurti dhe ona Mihail Elvis Hoxha këta, se nuk mori vendimet Dimal Basha, të këta Mihail Bajqiniota. Këta i qëtë me vjedh projekte, që atë në tendera me që si drasa, vendimet politike, vendimore politike e merë këj grupi komunist, leninist, e Tiranës në kombinim me Albin Kurti. Ma e mira shkon këta me ra, edhe ne mu kësi komplet në varsinë amerikane si që kemi qenë më herët. Sepse kjo nuk është marrë. Nuk mund të shtrojmë një sovranitet pa të rujtë trupat amerikane kufirin me Serbi. Diskutohet rëndësia pesha kësaj teme në 2026, duket pak paradoks i llojit vet. Është një paradoks. Të diskutohet mbi peshën rëndësinë interesave strategjike se ka duhet lëviz Kosova me ato interesa tutje. Unë po mendoj që me këto
me këto lëvizje, s'po thëmë që nështë ai ka armitsu, se populli nuk armitsuhet letë me Amerikën, po i ka luhat kogja shumë. Që ka disponim, anti-Amerikan në rrjetet sociale, po i hallakate ato, vërejet qartë. Unë besoj që këta, po e thërën e një demonstrat kundër gazit Amerikan, që ato në shesh ekiplet. Plot i kanë me dalë. Ashtë një valë protestash në Serbi ka, aktualisht në Shqipëri kanë filluar që më shumë se 2 javë, që edhe Kosova të tundohet nga protestat e tilla, nga një valë e paknarësive, edhe për cilën arsye mund të ndodhë. 1 milion arsye këto sociale, sidomos jeta është përkëtsu, është shtrejtu shumë, e patë Eurostatin 7% inflacioni, më i lartë në Ballkan. Po interesant, ende nuk e kem rri atë nivel të kulturës aktivizmit qytetar me dalë me protestu. Këtë që po ndodh në Tiranë, nuk është e njëjta me Serbi. Serbi është pak më ndryshe, pa ta ka një qëndrim ndaj Amerikës, edhe opozita, edhe ndaj Kosovës. Po ka me ta zhduke Vučićin, që e zhduke Iranin, e rahatoj Kinën, e rahatoj Rusin me Ukrainën tash shumë shpejt, Trumpi, ka me zhduke edhe Vučićin. Ja kuptoj. Unë e di që Trumpit këto vota kanë një kushtu, se politikat e jashtme të kushtojnë mrenda, nuk fiton tani zgjedhjet në Amerikë, po ky për interesat geostrategjike amerikane ka mri shumë. Për çatu unë është njëri me një histori, jo për me fitu protestat në Shqipëri. Protestat në Shqipëri janë në thelb anti-amerikane. Po, sepse fillimisht si fillun, shërbimet sekrete armiqësore ndaj Shqipërisë edhe Kosovës e nxitën një flamur të Izraelit aty. Lidhe me Izrael s'pat kjo punë. U qun ata antisemitët të parët, fillun skenat, edhe tash e kemi një protest e cila po tash është politike. A kupton? Është politike, po, ki antisemit, ki LGBT, ki komunist, ki neokomunist, ki antikomunist, ki secili për arsyeën e vet del dhe proteston. Të majtë të djathtë. Po të majtë të djathtë. Hoxhallare për ftrenja tjera, pro duket një protestë e bukur kështu për nga ngjyrosja politike. Po mesazhi në sytë e botës është? Mesazhi në sytë e botës atje kryet titujt i ke shoqëria shqiptare proteston kundër investimeve të vajzës së Trumpit. Dhe kështu është tërheq Kushneri dhëndri Trumpit nga Beogradi. Se fillun protestet atje përveç tjerash edhe kundër tij dhe i tërhoqi investimet nga Beogradi. Unë lutem që ato mos të tërheqen. A se mund të jenë gjithë kjo valë paknarësish në prapasken të ketë një ndikim të fortë në ndonjë qeveri evropiane. Unë mendoj mbase ti shikojnë dhe ato balancet e interesa me amerikanët në rem, duan të jenë ortak të asaj tavolinë ku ndanë interesat dhe evropianët. Nuk duat përmend të gasit e këto. Nuk duat përmend emra të shtetet të caktuara, por nuk e përjashtoj këtë mundësi fare që thatë jo që është ndonjë lufte, ndonjë njësie, ndonjë shtetit veçantë brenda Evropës, po thonë me Unionit Evropian, e cila mund të ketë këto konkurrencën, betejë interese që me kontrollu Ballkanin më shumë. Lehtësisht këto shoqëri me të lloj qeverisje i tundon me protesta. I tundon, po përveç këtyre kyçme shërbimet armiqësore kundër Kosovës Shqipërisë. Si ato fqinjet Shqipërisë atje poshtë që ka, si këto serbe ruse, sepse këto ku gjuajnë shkëndija, pastaj na e bëjmë punën vetë sa kajtojmë njëri tjetrin. Ato shkëndija ndezin fort në shoqëri të cilat janë fragjile, në të cilat ka potencial të madh konfliktit social, politik, religjioz, siç jemi ne, a kupton? Dhe ata gjetin shkëndim me flamurin izraelit dhe aty filloi protesta. Pra, nuk është e vërtetë që protesta ka filluar nga ambientalistët. Se po të ishte ashtu, këta do të protestonin edhe për rjollin, do të protestonin edhe për varret e lire që i hoqën nga Durrësi para shumë vitës, i gjujtën në deti Adriatik për me ndërtu 3 pallate. A më kupton, varret e lire. Po të ishte ashtu, këta do të protestonin kundër përllogjeve e mbetorina që janë rreth varrit e Marigos atje te Zvërneci. Po të ishte kundër Ramës së Berishës, që po thonë Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Këta është dashur me dalë me protestu 2007-ën mas Gërdecit. 3 ditë mas Gërdecit Rama Berisha ulën i bën ndryshimet kushtetuese. Po të ishte kundër Ramës së Berishës, këta është dashur me kundërshtu kodin zgjedhor që e bën Rama Berisha. Po të ishte kundër Ramës së Berishës, këta është dashur me kundërshtu koalicionin kur e bëri Rama me Ilirmetin me amnistu 21 janarin e 2011. Pra nuk janë këto të vërteta. Në thelb protesta është anti-amerikane sepse ka nisë prej leftistave, po tash këta tjerë që janë gjujt kanë drejt me protestu. Janë me Greta Thunberg, unë këtë majtistën e Suedis nuk e pash aty ende. Ka shumë figura që po vinë, po gravitojnë, po të filojnë aty.
Shiko këta që po protestojnë që mos të kesh kuptuar Për Greta Thunbergun mësohet në shkollat tona fillore. Kastrati. Po, vërtet. Nuk e di se si ka hyrë në atë program të kurrikulës. Nuk e kam zgjerohet për Greta Thunbergun. Nuk e kam informatën se kush kanë qenë ata studentë që kanë fut. Po. Mësohet. Jo, ka qenë në thellë leftiste dhe ka qenë në thellë anti-amerikane në fillim. Tani protesta Kastrati memoria na tregon që shqiptarët kanë histori raportesh edhe me Kinën dhe me Rusinë, po. Në 100 vitet e fundit. Evidentohet ky i kanë pas, po si kanë përfundu, pastaj etj. Cila është ajo histori? Pasojat kanë me. Dhe cila kjo histori e demokracisë? Kanë me pasojat në gjuhën. Në sytë e botës, gjithë kjo val paknasish nuk po shihet si paknasi e shqetësuar. Për qeverisjen, po si një paknasi kundër interesave amerikane, ideologjike. Është ideologjike. Në Kosovë Kastrati që mund ndodh. Në Kosovë? Një val masovike protestave. Me të thirr Albin Kurti, tash shiko, ai mund me kamuflu. Që hade po protestojnë për diçka tjetër, për në thelb protesta me që jenë anti-amerikane, ta mu sheshin. Pro këtu rreziku më të madh që ka ndërtu Albin Kurti me Deona Mihajle, me Aselvic Hoxha, me këta komunistët, fatkeqësi për këtë popull, është që ka ndërtu një kontingjent të madh të rish e të rejash të Kosovës, cilat kohë janë disponim janë anti-amerikanë, sepse ishe në rrjete me Facebook, pa Amerikën neve në hadreqi. Që mos të keq kuptohemi te protestat në Shqipëri. Po, aty ka shumë kërkesa legjitime për këtë qeverisjen, për korrupsionin, për migrimin e tjera. Janë akumuluar me gjasë. Ja kanë akumulu. Po pse s'dolën më herët para 6 muajve, para 1 vjeti, para 2 vjete? Pse bashkë kur Ivanka Trump u përmend se emën? Protesta në ndikimin e faktorëve të jashtëm, po ishin. Po. Të atyre që nuk e duan Shqipërinë stabile, mbase. Atyre shërbimeve armës. Po parashikohesh një Shqipëri shpejt që mund ta ndarësohet në ato vite që është thënë brenda vitit në Pse po ndodh kjo kur tash një Shqipëri pa qëndrueshme. Fiks, janë protestat janë nxit nga shërbimet armiqësore shqiptare, të cilat e duan jashtë Shqipërisë Ivanka Trump, me shku me investuar të parë në Greqi ose në Malzi, dhe me lënë Shqipërinë çka ekonomikisht të dot dhe të varfër. E ke pa Elvis Hoxhën? Ideologun e Zotit Kurti. Po, pelikanin Kaçurel. Domethënë e duan një Shqipëri të varfër pa investime, dhe njëkohësisht dhe nëse refuzojmë gazin amerikan, do thotë kush jemi ne tash me lut me pushtetin e nervat të Trumpit, se ty po ja refuzon vojzën edhe po ja refuzon edhe gazin kënina. Pse komet mbrojt aty nëse mas nisën nga kërcënimi i Serbisë? Ai bojnë që kanë shqetësim sot kosovarët. Jo, se largohen nga Amerika. Po jo, bre, a di pse? Duket që kanë këtë shqetësim? Po jo, soni kom po sot prej. Nuk galon shumë për atë situatë. Jo, më prej bregu ditë. Po ti ndodhte një qeveri tjetër në 2015 të kishte këtë kurs ndaj SBA-ve, nuk do të mund të mbijetonte as 3 muaj ndoshta. As 3 muaj as një qeveri. Jo, tash nuk e kanë ngalen se janë të sigurt në duart të Albin Babës, janë të mpir. Një pjesë e madhe e tyre. Unë e shikoja sot rrugës pe bregu ditë në fushë Kosovë deri te ju, ty punu me asi makineri, të ndërtu banesa, të ndërtu... Kërkush smira me këtë punë që ne jem të lutë me fatin tonë, me këtë punën e refuzimit të investimit amerikan në Shqipëri dhe me këtë punën e refuzimit gazit, kjo është një lojë shumë rrezikshme. Po bre për këtë qeverisjen e Tiranës 1000 arsye. Po bre për mospunësimin e korrupsionin, banditeske tjera atje. Po s'dash më shumë protest para 6 muajve, para 1 vjeti, para 10 vjete, para 2-13 vite. Momentumi. Ja, pse bashkë kur investoi Ivanka Trump? Anti-amerikanizëm. Anti-amerikanizëm, sepse unë të garantoj që nesër të hiqet Ivanka Trumpi, protesta fillon me vdek. Sepse protesta keni po atje nuk po prodhon parti politike, nuk po prodhon lider. Dëgjoni, deri tash protesta është në nivel reagimi, okay? Po për më bo aksion, do të me prodhu lider, do të me prodhu parti. Po thënë, s'mune një parti me kone antisemiti, LGBT-ja, dhe tjetri komunisti, edhe kë liberali tjera. Po të bojnë 3-4 parti. Pa dikush të senca. Qëre, me bo me lytë e Dirama blofin. Nerim duke 65 ty për 3 nëse s'jam gabim i kushtetutës. Se me e pa i dërheqe, për 45 dit do të më majtë zjedhe të reja. Një parti politike si mas ligjit më regjistru e rinë Shqipëni shkojnë dhe në 3 muaj. A dhe që se dhe më thonë e që bre kërkasjona. Qëndrimin e kanë destabilizim. Për destabilizim. Dhe Kosova është stabilin këtë muaj, do të ketë qeveri, do të ketë institucione, ka vullnet Kurti, me shumë po shihet zoti Hamza e zoti Abdegjiku, që po kanë vullnet për institucionet forta, stabile, për koalicion base me zotin Kurti, sa vetë zoti Kurti. Shika është tërë me zotin Kurti në
në koalicion, po këta janë pa kurrizor që dojnë koalicion Hamza edhe Lumiri, nuk kanë mujtë me kriju alternativë morale kur në raport me Kurtin, sepse edhe këta janë do milionera, këtu tash dhe po edhem qytetari dhe ka të drejtë, por që këta numra kanë imponu që domosdoshmërisht me negociu edhe me dialogu për një bëjë institucionet, sepse ne edhe nëse shkojme njëherë zgjedhje, na veçim i bëjë që sharak, e tash është moja, institucionalizimi i humorit edhe i ofendimit ndaj vetvetes nëse shkojmë zgjedhje edhe një herë. Unë si duket indikacionet që i shohën, Kurti këta ka me bëjë. Ka me driblu të në kohën, si bisedu para emisionit, me juve, do të thotë që ja, përshë këta s'pëdojnë, këta janë të pangishëm, unë e pjep këto këta s'pëdojnë, unë e pjep këto këta s'pëdojnë, ndesa të lodhë mirë, dikur kalën edhe afati kësaj ushtrusës prezidentes ka shtatorim duket, dhe tendenca ati ka mundësi me na qunë shtator, me ardhë prapa ta kontingenti i diasporës për të thënë diskutume edhe me bëdhe një fitore, edhe që shtu kjo me shku të në kohën, të ke knaqë vetëm, mi që durët, Kurti 3, Kurti 5, Kurti 7, Kurti 8, Kurti 11, 12, 13. Dhe Kosova? E Kosova kërkajq. Në dhënë çdo 3-4 muaj me vitra në zgjedhje. Dhe i sot lodhet mirë popullet ta kupton që nuk guxojmë na fatin e Kosovës me bë peng të fatit të tij personal. E fundit, nga Britania, nga Anglia ka ardhur në luftë në Kosovë, në që Po. A ke menduar sot ndonjëherë që ta praktikësh vendin? Jo, kur. Jo, as se praktisi kur. Dëshpërimi është i madh, gënjimi është i madh kur fëmijët e tu të thonë që nuk shohim perspektivë këtu. Jo vetëm fëmijët e mes, se keq përdor ata në këtë rast, po gjenerata fëmijëve të mi. Nuk e shohin se ne mund ta rrajmë vetveten, po a kupton, nuk ka ekonomi, nuk jetohet me vitrave, nuk jetohet inflacioni 7.sa%, hin shitoret me rrohen syt prej çmimeve, edhe pagat ka sullt asnjë vend i ri i punës, asnjë prodhim që eksporton jashtë, i cili kishte me ngrit pak ekonominë, turizëm skemi, ashtu kështu. Po jo, nuk praktiset, sepse unë edhe gjenerata jote kemi kalu në për taksirate të pa imagjinueshme dhe këto i ka përdim edhe më lehtë. Kasrati të falenderoj për kohën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte një pjesë edhe rrëfim pak personal për politikën, për atë periudhë kur ke vendos për të bërë pjesë aktive e saj, edhe pse me politikë e marrë gjithë, edhe përsa ku ke punu në ambasadë amerikane, e ka në departamentin ku ke analizu në base... Jo vetëm aty, po gjithë ka ke punuar, por erdhëm në fund sa interviste. Me një rrëfim po ashtu personal, për Kosovën, që je i lidhun edhe nuk e braktis për asnjë moment. Të falenderoj shumë, ishte si gjithmonë kënaqësi. Unë nuk e prita që kena pas rrëfime personale, po i ndalem në kontekst politik. Edhe personal, edhe për politik. Falenderoj shumë. Falenderit, Arjen. Falenderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.